Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur fjalën e tij në protestën e opozitës. Kryedemokrati, duke kujtuar ngjarjen e 35 viteve më parë ku rrëzua shtatorja Enver Hoxhës, shprehu nderimin e tij për protestuesit e asaj kohe. Protestues të cilët, sipas Berishës, nuk e mendonin se 35 vite më pas do të ndodheshin sërish përballë një regjimi shumë të ngjashëm me atë të diktatorit Hoxha. 20 shkurti është dita në cilën 35 vite më parë dhjetra mira, qindra mira qytetar të mbledhur në qytetin studentëve në mbështetje të greves të studentëve liberator, greves suris për të çliruar kombin dhe vendin nga kulti i satanit, në një betejë e cila shënon kulmin e guximit qytetarëve shqiptar, në një betejë paqësore që ka shndritur dhe do shtrisë gjithmonë në historinë e revolucionit demokratik, në të cilin përmbysen shtatoren, përmbysen kultin e satanit, kultin e Enver Hoxhës, Hitlerit shqiptar të mbas luftës. 35 vite më parë, të gjithë ata që ishin në shesh, por mbar qytetar shqiptar, kur nuk do mendonin se 35 vite më vonë do ndodheshin para një regjimi. E vërteta është se ne ndërojmë sot këtë datë me ndjenjë e mirëjohjes më të thellë, por dhe me frymëzimin më të madh, me zotimin tonë para shqiptarëve, se Edi Rama do t'i ketë kohrat e numëruara. Mëtej Berisha tha se përveç nderimit për 20 shkurtin e 1991-shit, sot ajo datë frymëzon demokratët në zotimin se Rama i ka orët e numëruara. Mëtej kreu i opozitës u shpreh se Shqipëria duhet të jetë e lirë dhe se vjedhja e votës do të quhet krim i rënd. Berisha e cilsoi kryeministrin Rama si armiku në më të egër të shqiptarëve. Edi Rama, ky armik i egër, ky armik i egër i qenjes shqiptarëve, një lloj, si babai i tij shpirtëror, ka vendosur mbi shqiptarët censurën, mashtrimin dhe censurën. Edi Rama përdor falangat e krimit, përdor organizatat kriminale, përdor kartelet e drogës, përdor ergyset e administratës për të kontrolluar vullnetin e qytetarëve, për t'i vjedhur plaçkitur ata, për t'i poshtruar, për t'i vrarë, për t'i grabitur, përdor krimin për të qeverisur Shqipërinë. Por ne jemi sot këtu për t'u zotuar se zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Ta din mirë se edhe prapa diellit po të shkojnë, ne do t'i gjejmë ata, ne do t'i ndërshkojmë ata me forcën e ligjit. Miqtë e mi, Shqipëria e lirë, Shqipëria e qytetarëve të lirë, do shpall vjedhjen e qytetarëve, krim të rënd, do të ndërshkoj 2 herë më shumë qeveritarë që largohen. Dhe kontrolloni, kanë filluar të ikin miq, drejtora e të tjerë, braktisin Shqipërinë me shpresë se do mund të shpëtojnë. As ju, as Lubia, as Edi Rama, vrim miu nuk do të gjeni.
Pas përfundimit të fjalës së Berishës, protestuesit hodhën molotov dhe fishek zjarr në drejtim të kryeministrisë. Policia u kundërpërgjigj me gaz lotësjellës dhe ujë, duke shpërndar turmën.